Vendi i Kosovës vijon të jetë në ngërç këtë të shtunë, dështoi dhe seanca e 10 e konstituimit të tij, teksa vetëvendosje tentoi pa sukses të hedhë në votim të fshehtë emrin e Albulena Haxhiut si kryetare të kuvendit. Në mënyrë të fshehtë ka propozuar sërish që të votohet kryesuesi i kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, por kjo sërish u kundërshtua nga PDK, LDK dhe AAK. Mos e bëni cirk këtë kuvend qytetare të popullit vendit tonë. Mikrofonit ndalet. Pas ndërprerjes së fjalës që ju bë Krasniqit përfaqësuesit e LDK-s e AAK-s refuzuan të dalin në foltore. Përpjekja për të shfrytzuar votën e fshehtë është edhe një përpjekje tjetër me shpresën që do ta tejkalojmë këtë fazë. Po tentojnë që në forma të paligjshme, jo kushtetuese, fatkeqësisht duke keq përdor në mënyrën më eklatante një njeri të moshuar që është deputet i Kosovës, zotin Dehari. Është shkelje ligjore dhe kushtetuese ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. 54 vota mori për propozimin, 1 kundër, e të tjerët nuk votuan. Seanca do të vazhdoj pas 48 orësh.